Shkumbin, Mimoza, mirë servët. Mirë se ju gjetëm. Sa bukur është që ju ka musafir sonte, a? Une po ndina si në shpinë time. Absolutisht. Jo si në shpinë time, në shpinë time. Lutëm në shtëpin të ndër. Ti edhe na ke qenë musafir, po Mimoza ka herë, flasë në spektakl, se sigurisht, këngë bukur, këngë realizuar prej? Kënga është realizuar, po mendoj autori muzikës dhe tekstit jam unë, orkestrimin e ka bërë Besim Baftiu në studion e Dritë Roshaqirit, atë miksin e ka bërë gjithashtu Dritë Roshaqiri, edhe normalisht realizimi prej mjeshtrit Blerdi Malushi. Klipin. Videoklipin. Maksimos. Klipin e ka bërë mjeshtrisht. Ju këshim prit ka herë, sidomos se keni munduar në skenë, Mimoz, dhe shumë bukur që u këthyt me këngë, edhe ato me duet. E me duat kështu, apo erdhi rastisht? Jo, erdhi rastisht. Kjo këngë Shkumbini e ka pregadit ta këndoj vetë, mirë po më pëlqeu dhe thash apo më pranor. Ta bëjmë duet. Mirë po, une isha pak nuk mendojsha me punu, isha po kur e ndigjova këngën, vërtet më pëlqeu, edhe kisha një bindje që edhe publiku do ta mirëpret. Edhe sigurisht e ka mirëprit e pash kishte shkuar edhe me klikime dhe me ndjekje shumë dhe një klip i realizuar, vërtet mjeshtrisht nga i gjithë ekipi. Ekipi gjanë, po mjeshtri e rrallë. Mimoz, pse u tërhoqe? Tashi pas luftës kemi pas plot shprehje tërheqje taktike. A ishte kjo një tërheqje taktike? Mimozës apo do e tushoje që me i mush bateriat për në tarmene? Drejt me të thonë, tash nuk pata ndonjë arsye të veçantë. Une thash edhe një emision tjetër, ndoshta më kanë rëmbys fëmijët, familja, obligimet. Mirë po tash veç punova e gjirova videoklipin, këngën, thash pse i humba këto vite. Pse nuk kom punu që 5-6 vite, pse i humba. Tu dhim se na? Vërtet. Vërtet kur thesh me mendu me... Vërtet. Ju dyve ju ka bashku jeta edhe në art, edhe në profesion, në realitet pastaj edhe vetë kompania, edhe vetë labia, po sidomos kënga. A zgjodhet ju vetë? Shkumbini e di që ka zgjedhë shumë herët, po e zgjodhet edhe që ta vazhdoni bashkë edhe në botën e muzikës, kështu vetë si vullnet, si dëshirë, si përcaktim profesional ma herët, apo edhe pse ishin labia dhe vazhdojnë? Që Shkumbini e ka... por Shkumbini, bre! Të drejtën, edhe kjo, edhe vetë pjesëmarrja me Mimozës në skenën muzikore ka qenë disi spontane. Nuk ka pas ndonjë shtytje apo ndonjë impenjim kështu që me çdo kusht mirët me muzikë, po unë me tregu drejtën kom pa që ka mundësi, e kom pa që ka spari ka talent, edhe mandej unë kom insistu që të filloj me një këngë apo dy, unë po të thomë që pëse zgaboj kanë qenë vitet 97-98 kur kanë qenë një gjizimet e para që i ka bërë Mimoza dhe pikrisht duke pas edhe atë përparsin edhe mundësin që si produksion të aliancojmë një produkt, atëherë nuk e kemi pas edhe ashtë të vështirë që të realizojmë një këngë, se unë e di edhe tje din se është një peripeti, është një proces i punës për një realizim një këngës, sidomos me këngëtarë të cilët janë tri, me këngëtarë që kur një jetë vetë s'kanë pas me të bëjnë me mikrofonin, me studion, me këngën, me tekstin, me orkestrimin, me gjitha ato gjona që përmbëjnë në një këngë, dhe unë po të them duke i falenderu edhe përvojës edhe produksionit edhe bashkëpunëtorëve të mi që i kam pas që për jetë ju falenderohem. Unë kem arrit që jo vetëm Mimozën, por shumë këngëtarë, të ri këngëtarë që cilët kanë qenë në skenë, kem arrit që ata t'i avansojmë, ata t'i shtyjmë për para, normalisht këtë rast, me Mimozën pa modesti do të them, nuk kemi dhënë aq shumë sa që e ka meritu. Zakonisht, është vërtet, kjo ndodhë të shpia Mimoza, kjo është joni, hoxha jon, mujna me përcjell edhe me kumsht, e të tjerve ju japim qumsht. Është vërtet, prandaj thash Shkumbini le të flet, si producent, jo si bashkëshort, po si producent. Fati ka dashur që ne të takohemi, ndërsa une gjithmonë më ka pëlqyer arti, kom vizatu bukur, kom pikturu bukur, më ka pëlqyer muzika shumë,
Më pëlqen grimi, që mendoj të vazhdoj me grim. Profesionalisht me këtë? Profesionalisht, po. Besoj që do të kenë besim vajzat tona, gratë. Me arë tuja? Po, nduart e mija. Absolutisht, je specializu për këtë gjë, Mimoza? Po, unë jam specializu këtu në Prishtinë, në Krelan. Pra është një certifikat botërore që jepet dhe mendoj që në të ardhmen të punoj si grimere. Tu ka nevojitet edhe diploma se për me ditë këtë ditë? Pa tjetër, po, ajo normal, po, pa tjetër edhe është mësimi asë njëheri mjaftushëm, a? Po, asë njëherë. Te ke edhe një përparsi se je modeli mirë, edhe në plot thojnë, po du mu do kësi Mimoza, po hajtë shkoj të hinë durët Mimozës, ose të nëzansëve dhe bashkëpunëtorëve të Mimozës. E bukur shumë, do më thonë të mungoj ka nga këtyre viteve që na ke munguar? Mungoj, me e më vërtet më ka mungu edhe kur që si isha prezente, mirë po thësha... Hajtë se do të bëhet? Po do të bëhet, hajtë edhe pak. Sepse a periudën të cilën e përshkroj Shkumbini ishte periuda e shkëlqimit briljant, e shkëlqimit të madhë të labjes, asa ishte pijet madhe. Shkumbis kam pyet kur, pëse se ke bo televizion? Me të regu drejten është Se labja ka qenë televizioni i madhe i fuqishëm i shqiptarëve për një 10 vjetë në kohën e robrisë. Ilegalisht të punu, po ka qenë televizion. E vërtet është, unë po pajtohem me ty edhe kom pas pyetje prej shumë kolegëve, prej shumë miqve, ma kanë bët pyetjen e njëjtë, mirë po periudha mas luftës ishte një qikë si një rikthim, edhe patëm humbjet mëdha shoqërzotit jo njerëzore, po materiale, edhe u dash të fillojmë pothuajse prej zeros. Menos 200. Shtu. Edhe ishim aq aktivitet madh, sa që televizioni nuk e kisha prioritet. Kisha aktivitet shumë të madh me produksion, edhe do të them që edhe pas luftës, prej vitit 99, kur nuk e harroj me 28 nëntor të vitit 99, na kemi realizuar një program festiv në bibliotekën kombëtare, dhe me të vërtet ka qenë një impenjim tepër i madh, ka qenë një ngarkesë e paharrueshme, do thosha, po ka qenë një energji shumë e madhe prej artistëve. Po nëse të kujtohet, ti tu e realizu bibliotekë kombëtare, televizionet vinin bibliotekë kombëtare. Po e vërtet është edhe... RTK-ja, atëherë në bibliotekë kombëtare. Me njerë pas neve, faktikisht kemi qenë si një farloj udhërëfysi për shumë televizione, edhe unë e kam pas bashkëpunim shumë të fuqishëm andej me Radio Televizionin 21. Do të thosha, prej vitit 2000, me tutje kom vazhdu një bashkëpunim shumë të ngusht me Radio Televizionin 21 dhe kom pas për kraje, mirë po edhe unë e kom dhonë shumë për atë pjesën muzikore, do të thosha, edhe pjesën e produksionit tonë, ku kom pas mundësi shqiptarëve të ofroj përmes dritarës 21 të ofroj atë sinjalin, atë punën tonë. Edhe po të them edhe një herë, për televizion unë e po mendoj se prap nuk është vënë, edhe pse tash këto rrjetet sociale, mediat ka ndryshu edhe mënyra komunikimit. Mirë po prap se prap e kemi në platformën tonë, e kemi në planin tonë shumë të afërt, edhe për një televizion i cili do t'i takoj marrë për showbizit. Ashtu po mendoj, edhe besoj që në vitin e ardhshëm do të realizohet. Mimoz, kjo poliperformanca dhe poliveprimtaria e labjes, e Shkumbinit, gjithmonë ty të kalon me ma pak që shtojnë kur donë me krip atë, hajtë Mimoz se herën tjetër e bëjmë edhe ma mira. More, unë e kum lanë vetën. A ke lanë vetën? Jo, se unë e thësha jo. A ka mungu dhe bashkëpunëtor gjatë saj periudhe? Normalisht, po. Po me i taku i ke taku? Po, jemi taku me shokët pra që i kam të muzikës, mirë po, gjdo herë Shkumbini insistoj kjo që unë t'jem ma shumë prezente në programe të vitit ri, mirë po, me shumë pika unë e thësha jo, se unë jam e shpisë. Unë nuk bën ta shumë mu imponu. Me i pritë me i përcjellë dhe unë e vetë këmë qenë në atë kuptim e kujdeshme. Mirë, kjo tërheqja juaj, a mos ka pas vetës edhe një loj, si kur tërheqje sepse po vinë generatat e reja, që anena e kemi një generat të re, një repist shumë të që Mihria po dënë me pytë në vazhdim. Unë po, veç du mi ju thonë në Shkumbin edhe Mimoza, për ndryshe përveç që po duke një shumë bukur kjo dhe nuk diskutohet. Me gjithatë, unë këto Shkumbin, Mimoza dhe ju gjithë shikues dhe teleshikues të Radio Televizionit 21, pranë vetës e kam një reper nga Feri Izaj, i cili emrin artistik e ka Buca, a më thirë Buc Anaser.
Kisha preferu Buc. Buc, mbjamrin e ke? Bucaliu. Kjo është Buca, shkurtesa mbjamri Buca. Prandaj është shkurtu mbjamri. Fillimisht mirë se erdhe nderuar. Faleminderit shumë, mirë se ju gjitha. Me një muhabet ka të kënd shumë. Faleminderit shumë që ke ardhur. Ju e keni mbaru shkollën e mesme për muzikë. Në Ferizaj, po. Po, Ferizaj. jeni profesionist në Lamin, në fushën e muzikës. Ashtu mendoj. Ashtu mendon. Sepse tjerët më vlerësojnë. Ke mendu me studiu, pastaj mora vesh që ke synimet e tua për me studiu për? Për sound engineer, fatkeqësisht këtu në Ballkan me sa e di unë nuk ka kërkun, dhosh Zotit më jap një mundësi dhe dikun në Evropë ta kryj këto, apo shqip me shqiptu tamam kështu inxhinier i tonit. Inxhinier i tonit. Edhe pse në këtë periudhë kohore e ban këtë punë, apo? Sigurisht në studio që punoj është kjo punë, mixi dhe masteringu. Do me thonë është e njëjtë veç. Po, është e njëjta punë që e bëj, po është me shku me studio atje është njësoj, sikur këtu kur nol polici thot, mirë bëm po çoj po vozit mirë po ski patent shofer. Kështu që punën e bëj mirë po më duhet diploma. Duhet diploma. Me rap, ke fillu mu marë? Që sa ko? Po, si ajo ko adolescent avka 16 vjetë me amaterizm, por që tash kom realizu 5 videoklipe dhe normalisht edhe një kong tash me ty që e kom realizu. Bashkëpunimin e 6, e ka me mu, misafir nderuar. Okej, s'do t'i zbulojmë, nuk do t'i zbulojmë të gjitha, sepse do t'ja lë fjallën Naimit. Unë e përcjelli skenarin pik për pike. Veç pa, a ka mundësi, Naim që shtu folit, e jo ka 2 sat aty, nale pak dhe me rejnë më zbajrohë. Me gjitha të, muhabeti i mirë nuk ka faj Naimi. Dhe është ta me ndërhy me pasun e fatin si Naimi, kur të punoj në emision mi pas Naimin musafir, kisha thonë që njeri ma i lumë tënë. E zgjedhin problem. Me gjitha të së mungon. Urno Buc? Pret. Jo veç të fatin e kom edhe në fatin, që po dok me na. Ti 2 herë ki fatin. A? Faleminderit shumë, me lut na. Bukur, na kanë dhënë fjallën edhe neve këtej, shumë mirë. Mimoza, kjo është shumë bukur që e këthy, po shqiet që t'ka mungu dhe që t'ka mungu jeta skenike, po dhe ajo puna gjigante e shumë energjike e labia se ke qeni dore djathë Shkumbini. Ta Shkumbina ka qenë dore djathë jo tja? Po, e vërtet është. Në punë, në pregaditje të po thuj se të gjdo gjëja? Po ka qenë, Mimoza do thosha këshilltarja më rigoroze që e kam pas ndonjëherë në punë. Edhe se e kremi, ja? Edhe më rigoroze se e kremi, edhe me të regu drejten, unë e kom qmu mendimin e saj, edhe sot e kësaj dite, sa herë të ndëgjoj, m'bjen mirë. Sa herë të ndëgjoj. Atë bjen mirë? Po m'bjen mirë, po... Ishtë sa mirë që e ka marrë vesh me i Mimoz, kjo, pranoj të jo. Po ka njëherë, e boj edhe me timen, ka njëherë. E punoj edhe me timen, edhe në sens kështu duket, por dukem shumë që jam tolerant edhe dukem që jam liberal, do thosha, po në sens ka njerë e nëzove të vetën që jam kryfort. Ka njerë, ndodhë që jam. Kryezi? Oshte vërtet, është shumë kokfort. Po, Mimoz, kryezi njët kanë qenë shumë të përcaktuar sakt, edhe për venin, edhe për atë dheun, edhe për targetet e tyre, edhe s'ka pas veç mi au thuj kokën, se ndryshe nuk i ke drejtu tjetër ka. Këto ka vërtetu edhe e kremi. Me burg, po e kam bajt qëndrimin. Mirë, Mimoz, vërtet në një familje artistësh, në një familje, mos thamë shkollarët, njerëzish me shkallë të lartë intelektualiteti. Nuk ka qenë vështirë me u gjetë. A ju ke bënë i pikturë në jere atyre? Po. A ke pikturu para e kremit që e ka pranuaj? Më ka po disa punime, normalisht që i ka vlerësu mirë, edhe pse agja e krem djetë që
është profesor në këtë punë, mirë po unë kam raport mirë, edhe po të ndërlidhna që e kam pas shumë lehtë edhe me u realizu. Edhe me u taku, edhe me u perceptu, edhe me u realizu në... Shumë mirë. Tash që e rikëthy, qëfar planësh, a kemi shpejt në i këngë tre? Nga Mimoza. Po tash do ta punojmë një këngë që do t'jetë e imja, pa shkumbin e kësaj rrëve. Kështu që jemi në bisedime, mendoj që kënga do të punohet për 2 muaj, do të realizohet edhe klipi. Konceptet kanë fillu jo vetëm për këngë, por edhe për Labjan, për projektet e Labis, apo jo? Po edhe për projektet e Labjes, që shkumbini mundet me vazhdu. Unë do t'jem me duetin, do t'jemi disa këngë të përbashkëta me kolegë tonë, që besoj që do të pëlqehen. Mirë, se Miria do më nasjell diçka tjetër në vazhdim, do të bisedojmë me Shkumbinin për planet e Labjas, bile me zje kemi pritë gjë. Po, do t'jemi edhe ne tek projekti sigurisht i Shkumbinit, po